Fati deshi që Alesio të ishte në përfundim të kësaj interviste dhe në përfundim të gjithë ditës së sotme me perëndimin në sfond, në Bregdet, në rregull, do doja të kishim marrë ndonjë gotë, por fatkeqësisht Alesio nuk e pi. Apo e pi? Jo. Jo. Okej, përshëndetje si je? Përshëndetje. Kënaqësi që të kam. Bëra një shaka se ti nuk besoj se tepron me alkoolin apo jo? Jo. Jo, ha? Vetëm para kamerave apo? Nuk është ky rasti. Qa bëhet si të shkojnë mësime, si të shkojnë gjithë rrugëtimi yt deri në këtë çast me shokët, me shoqjet e shkollës? Më shkoj mirë. Aha. Çdo gjë okay? Po. Tani ke marrë një super çmim. Po. Çfarë çmimi ke marrë? Unë kam marrë top model Gjyrap 2025 dhe kam marrë Mistri Imazhi. Bukur shumë, më emocionove besoj pa. Po. Ishte një emocion i cili të vjen rrallë, pra nuk ke mundësi që ta marrësh çdo ditë, vetëm po morë pjesë në këto aktivitete. Dhe çfarë të thanë pikërisht në momentin e parë që u shpallë fitues, çfarë thanë familja, prindërit? Ma më dhanë suksese që e fitove, të dua. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, Po. se ke mbështetje. Okej, tani ti nuk duhet të ndjej pak atë emocionin tënd që patë ti atje. Nëse do ti do arrish të papërcjellësh, pra në momentin para se të shpallë emri yt si fitues, çfarë po mendoje, çfarë kishe në mendje? Po mendoja ta fitoja unë ose një tjetër. Pra kishe diçka që e doja me patjetër me shumë gëshëri diçka, ëh? Po. Ishte emocionuese për të? Po. Si ishte takimi me shokët e tjerë në fillim kur niste, kur u bëre pjesë, kur aplikove, kur shkojnë për prova? Unë s'kisha shok dhe bëra shok të rinj dhe fillova të isha rehat në kurs. Pra po ndiheshe mirë. Po. Okej, tani pjesa më e vështirë besoj kaloi kur ishte ajo pjesa se është dhe e bukur, por është edhe e vështirë kohësisht se do të përballosh edhe emocionet. Po. E çfarë të tha Xhoni në momentin e parë që takove, a marr mend? Ka pritur mirë apo jo? S'e ka pritur mirë, ëh? Apo s'e marr mend? Se marr mend. Se për shaka, sigurisht ka pritur mirë sepse Xhoni pret të gjithë mirë. Si ishte kjo eksperiencë në raport me të ardhmen tënde? Pra si do e vlerësoje? Është një mundësi e mirë që ti të mësohesh me këtë rrugë dhe ta ndjekësh në të ardhmen? Kjo ishte një eksperiencë e mirë, bëra shumë shok të rinj, bëra sfilata të ndryshme dhe u argëtova. Okej, dhe cili është hobi yt tani, me çfarë e kalon kohën më së tepërmi kohën e lirë, me çfarë merresh? Unë luaj me shokët, bëj detyrat. A je në ndonjë kurs? Jo. Nuk e bërë mendjen. Okej, për modelingu të pëlqen, ëh, mund ta vazhdosh. Po. Është një gjë që mund ta shohësh edhe veten në të ardhmen që të marrësh pjesë, ndoshta në reklama të bësh imazhe diçka. Po mund brendave. Po mund të ikë në reklama të ndryshme. Pëlqen ato? Po. Çfarë reklamash e pëlqen më së tepër? Si S'ke ndonjë të preferuar? Jo. Po futbolli pëlqen? Po. Po si ka mundësi më të gjithë i pëlqen futbolli vetëm mos pëlqen? Ke ndonjë lojtar preferuar? Po. Kush është? Cristiano Ronaldo. Ha që na bërë në po më që pëlqej Messi si t'ja bëj? Nuk e di. Ta ndryshosh. Ta ndryshoj të bëdhu me Ronaldo? Po. Të gjithë me cëra shtatë do bëjmë ne? Ma edhe mu Messi në dha, më pëlqej edhe mu Messi. Okej, çfarë menduan shokët dhe shoqjet e klasës në momentin e parë kur ti u shpallë fitues edhe i tregove eksperiencën tënde? Ata ishin të gëzuar, më tha mu suksesi që e fitove në vend. Suksesi që e fitove dhe më falenderuan. Okej, brava, sepse ti ke bërë krenane në farë forme. Po. Ndërkohë kush të mbështet më shumë në familje për këtë rrugëtimin tënd? Mua më ka mbështetur më shumë motra se ajo më ka ndjekur gjithmonë mua brapa. Motra. Po. Sa vjeçë është? Ajo është 21. 21. Po. Studente? Po. Për çfarë studion? Është në shkollë besoj. Po. Ti e di për çfarë studion apo s'e marr? Jo. E më mirë, s'ka gjë se zimajmë gjitha më në jetën e tani. Do të rëndësishme është të mbështet. Çfarë të tha pasi kur shkove në shtëpi me atë, po themi, çmimin simbolik? Ajo tha të lumë që e fitove, të dua shumë. Shumë e rëndësishme. Po. Çfarë të pëlqen tjetër bësh? Pra nëse ti nuk do ndjekësh rrugën e modelingut, çfarë bësh kur të rritesh? Unë kur të rritesh pëlqen të bëjmë një oficer. Oficer? Po. Po pse kështu? Se dua të ndihmoj njerëz nga njerëzit e keq. Do të vish në ndihmë. Po. Të lidh diçka me oficerin, pra ke ndonjë në familje, ndonjë të afërm apo thjesht e ke qef? Kam babin dhe kushëririn. Oficer? Po. O sa mirë. Pra do të jesh edhe ti në një të rrugë. Po. Të pëlqen shumë. Po ka dhe vështirësi ajo, nuk është aq e lehtë. Por ti ke marrë parasysh, mund të dalësh ti bësh ballë.
Okej, nëse diçka tjetër çfarë do zgjidhje për shkak vetëm oficer të pëlqen? Edhe Mm. oficer dhe modeling. Edhe modeling. Po. Domethënë gjë është e sigurt që Johnny ka punë me ju, se të gjithë ju që u patën intervistë modelingu nuk e hiqni. Çmësi e mirë. E do bësh në moj reklam më vonë nëse do kemë biznes. Po, Se unë do plakem edhe do figura të reja si që ti. unë do bëja reklam për ty, ja. Do e bëhesh. Po. Okej, po do ta marrësh fjalën se mos më thot pastaj jo po nuk bëj reklam. Se do t'rregoj të intervistën mëse. Okej, mirë. Çfarë bën tjetër nëse kalon kohën e lirë, po them me shokët tjetër, çfarë është diçka tjetër që ty të motivon ose të përmbush, ndoshta në një pjesë në aktrim, në art, në pikturë, a diçka tjetër apo je më së tepër më i fokusuar? Unë luaj ndonjëherë futboll, Mhm. ose luaj me motrën, edhe rri pak televizor. Mirë, se tani televizori dhe duhet i çik, dhe prezantimi të pëlqen për shkak të televizionit? Mua pëlqen edhe arti. Edhe arti. Po. Po nuk është për shkakun se ke provuar ndonjëherë ti futesh këngëve, të këndosh di? Jo dha që Jo dash mirë, a? Si i vetë mi kam më keq se ti këtu. Jam unë që jam më keq se ti. Okej, çfarë do doje të bëja të për shembull në një pjesë që ti nuk e ke provuar ndonjëherë më parë, që të eksperimentoje? unë doja që ta provoja që të Një gjë që do të pëlqente, thonë. një gjë që do të më pëlqente ishte që unë do provoja kisha një Thuaj, s'ka problem, mos skip turp, se ne do jemi të lirshëm në këtë gjë, po bëjmë thjesht një bisedë bashkë. Po më thuaj. Çfarë do të kishe? doja të provoja që të Ha? E la suspans, më duket më që ta zbuloje. E kuptova. Mësimet e mirë? po, Vërtet? Po. Qa mesatare ke? nuk e di, Se po, për qa nota është mirë kryesisht? 10 19. Kush është lënda që të pëlqen më së tepërmi? mua pëlqen më shumë edukimi Okej. edhe anglishtja, gjua matematikë. Matematikë ke mirë apo? Mirë, po me gjuhë letërsi, gjuhë leximi? Mirë dhe me të. Okej, se duhet në një moment të dytë se modelingu prapë duhet të kesh ndaj bagazhi me shkollën, apo ti e di që nuk do ta lësh shkollën mas dore. Se pavarësisht se modelingu është gjë shumë e bukur, por në krahun tjetër ti je i angazhuar në shkollë. Okej, kush të ka bërë më shumë kritika në shtëpi? Mua më shumë ka bërë kritik në shtëpi, familja. Bëjnë kryesisht me modelingun, ku bëje prova, gjëra asaj natyre? Mami, Okej, tani nëse të gjithë miqtë e tu që po të ndjekin në këtë çast, për shembull disa prej tyre mund të kenë thënë që okay, po pse ja angazhuar modelingu, ndoshta ti nuk do ja dalësh dot, është shumë e vështirë. Çfarë do t'i thuash tani? më thuaj që unë ta kaloj dhe nuk dorëzoheshja. Bravo, dhe kjo është shumë e rëndësishme në jetë për ta ruajtur gjithmonë. Tani, cila ka qenë ajo gjëja e cila ty të ka mbetur në mendje nga gjithë ky rrugëtim? Për shembull, që momenti e parë kur ti u aplikove, u regjistrove, bëra provat, momenti final, kur orëzove, pra kujtimin e çmimit, më fal, pra morë çmimin. Dhe tani më e kujton të gjithën. Gjë që do baja më dun është kur hyra herë të parë në kur bëra herë të parë sfilacën e parë. Pra ishte një lloj emocioni në vete. Po, Bukur shumë. Do doja ta përsërisje gjithmonë këtë gjë? Po. Duhet bëje ti një tjetër reklam tani aktualisht, të pyet edhe më herët, por për shembull diçka që do dohet mbetshë ikon, për shembull. Po them në një ushqim, në një spot televiziv, ke diçka konkrete që të pëlqen? në një ushqim. Pra këto janë gjërat më të preferueshme. Okej, mirë. A të pëlqen udhëtimi? Ke udhëtuar nëpër Shqipëri? Apo shumë pak? Kam udhëtuar në Ke Shqipëri, udhëtuar. Ke një vend të preferuar që të pëlqen? Bogradec. Bogradec. Ti je nga Bogradeci? Jo, e kam origjinën nga Gramshi. Në Gramsh. Mirë, po pra Bogradeci të pëlqen, ndoshta për elementet karakteristike që ka. Mirë. Tani supozojmë që ti do të bësh një përshëndetje përmbyllëse për gjithë ata që po na ndjekin. Kjo është kamera jote, çfarë do të thosh? Do të përshëndes familjen time, që është mami, babi, motra dhe nëna. Do t'i falenderosh? Po. Besoj t'i falenderosh gjithmonë për që të qëndrojnë afër.
Unë do t'i falenderoja t'jenë mirë, e shëndet. Bravo. Mësuesi do t'i thosh ndonjë gjë? Që dhe mësuese, Pas të falenderojmë gjithë se nge ladri pastaj. dhe mësueses. Okej, nuk më the gjën më të rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme është që ti do të bësh në të ardhmen përveç modelingut një profesion, do ndjesh një profesion, një karrierë. Pra do të jesh i punësuar diku për një gjë që ti ke shumë qef. Nëse një moment shkëputesh pak fare nga modelingu, çfarë do duhet bëj? Pra çfarë do bësh Po që ja. të rritesh që një gjë që të pëlqen shumë ty? Doktor, Doktor. Ka lek apo do thjesht e ke qef? në qef. Okej, mendova se do zgjidhet para sepse të gjithë prindrit tanë na thonë. Është një profesion që ka të ardhur mirë. Okej, unë të falenderoj shumë, më pëlqen shumë që je i sinqert, që ke energjinë e mirë, ke objektivat e qarta dhe pse jo të zgjedhësh atë që ti do. Pra nuk zgjedh anën financiare dhe monetare apo atë që është pashti material, por që gjithmonë atë që të përmbush në shpirt. Shumë suksese. Faleminderit. Edhe të uroj më të mira. Çfarë do bësh tani në verë? Ke vendosur ku do shkosh apo? Plazh. Plazh. Po. E ke merituar se e lodhur besoj. Po. Respekte, mirë, kështu e mbyllim këtë rrugëtim të bukur me intervista në Bregdet, teksa djeli vijon perëndimin e tij më bukur se gjithë fjalët e sinqerta, të çiltra dhe me zemër të pastër nga fëmijët që patën në këtë intervista, nuk ka. Kështu që mbrëmje të qetë, jeni mirë dhe mos harroni, përqafoni sa më shumë njerëz duhet dashur. Shihemi.